Basania, në fakt, nisim përgatitit për sezonin e ri, 2026-2027. Besojmë se do t'jetë një sezon ndryshe nga sezonet e mëparshme, edhe pse edhe sezonet e mëparshme unë i vlerësoj pozitivisht për te rezultateve, sepse Basania ja ka arrit me sezonet e mëparshme edhe me kalu nga kategoria 3 në të dytën, dhe po ashtu ka arrit me ka një ekip shembull sa i përket fair play dhe qytetarisë në çdo aspekt, si në fushën tonë dhe në fushat mike ku kemi udhëtu. Basania është mik prit, domethënë edhe tregon që ka kriju një emër të mirë në kategorinë e dytë të futbollit shqiptar. Sot nisim një cikël të ri, fal një bashkëpunimit të cilin e kemi bën publik, edhe besojmë që ky do të jetë një moment fillimit i një epoke ndryshe për Basanian, edhe unë shpresoj shumë që ky bashkëpunim do të na sjellë rezultate të dukshme brenda pak viteve. Ky është një projekt afatgjat dhe nuk bëhet fjalë për një sezon apo për 2 sezone, por unë shpresoj që brenda 3-4 sezoneve për Basanian do të flitet shumë ndryshe pastaj. Një ditë e re, mund të themi, për Basanian kjo sotmja, duke pas parasysh edhe stafin që sapo u prezantua, por edhe projektin afatgjat, si thatë ju. Është e vërtet, domethënë, sot është një ditë e re, një ditë e bukur për Basanian. Nuk mund të lë pa përmend edhe një aspekt që nuk më vjen mirë me përmend, po më vjen keq në fakt, që këtë ditë të bukur detyrohemi ta zhvillojmë në një fushë të huaj, duhet më thënë, që nuk kemi mundësi ta zhvillojmë në fushën tonë, e cila na e pamundson për shkak të kushteve teknike që sjell terreni sportiv. Kemi prit shumë gjatë që ai terren të rikonstruktohet edhe të vinë në parametrat e duhur për me zhvillu një sport normal. Fatkeqësisht deri tani nuk është bëhen mundur, edhe kjo është pak ajo pjesa që mu më mërzit, pse kjo ditë e bukur nuk është tamam e bukur ashtu siç duhet, që duhet ta nisim në një terren të ri sportiv. Ku ka ngecur ndërtimi i fushës së re, po i mini stadiumit që kemi trajtuar shpeshherë në kronikat mediatike? Në ndjenin teme çështja e terrenit sportiv, investimit në terrenin sportiv të Bushatit ka ngecë tek bashkia, tek pushteti vendor, tek bashkia Vaudes. Nuk e di arsyn, mase mund të jetë çështje fondesh, nuk e di arsyn, por deri tani aty është problematika që ka ngecë pa u zbatuar projekti, i cili me shumë dashamirësi nga ana Federatës Shqiptare të Futbollit na u ofru mundësia që të bashkëinvestonin me bashkinë. U arrit çdo dakordsi, çdo mirëkuptim, mirë po deri tani akoma nuk është bë e mundur ky investim, dhe kjo më vjen pak keq, sepse të jemi sinqert, prej 6 vitesh dhe ky viti 7 që unë investoj në sport, Bushati ka marrë një emër të mirë, një emër pozitiv, dhe veç të mira ka pas nga futbolli dhe nga Basania drejt për drejt. Dhe më vjen shumë keq që në vend që ky kontribut të vlerësoj pozitivisht dhe të ishte dakordësia dhe mirëkuptimi i gjithëve që ai investim të bëj, hasim në pengesa që më duket pak absurde, por gjithsesi le ta shohim në vim. Shpresoj që të ketë qenë thjesht burokracinë atë momenti që do të zgjidhen. Duket se bashkëpunimi me Bernardin Kullën ka filluar të jap efektin e vet. Ju shohim shumë optimist për të ardhmen. Po, është e vërtet, domethënë sepse ne kemi prej javësh që diskutojmë këtë bashkëpunim dhe kemi arritur në ato pika konkretizuese në raport në njëri me tjetrin, dhe unë besoj që ky është një projekt afatgjat që shpresoj shumë që përveç se funksionimit do të ketë edhe rezultate dukshme, domethënë, dhe unë besoj shumë që Basania realisht do të kalojë në nivele të tjera brenda pak vitesh. Zoti Kulla njihet si një promovues i elementeve të ri, të cilët i ka menaxhuar edhe në Itali apo edhe me gjëra në Europë. Është qëllimi kryesor ky i Basanias apo ka edhe diçka më tepër? Prandaj Basania po merr një format tjetër tashmë të funksionimit, edhe prandaj këtë sezon kemi përcaktuar si pikë prioritare punimin me elementet e rinj, me djemtë e moshave të reja, që Basania të kthehet në pikë referimit edhe për prodhimin e lojtarëve të ri, domethënë që pse jo në ekipet e kategorive të larta në Shqipëri, po pse jo edhe jashtë Shqipërisë. Ky do të jetë njëri nga prioritetet e Basanias, e sigurisht bashkë me të edhe rezultatet dhe ngjitjet në kategoritë më lartë. Dhe kështu që edhe 2 fjalë, kështu që realisht unë e vlerësoj shumë Bernardinin, sepse Bernardini prej vitesh investon në sport dhe mbi gjitha është një kontributor i mirë për sportin në Shkodër. Një grup i fortë është ai grupi i tatë të kategorisë së dytë, duke pas parasysh se
lufta është për një vend në kategorinë e parë bëhet edhe më e madhe kur ka ardhur edhe Vllaznia B. Po atjetër, do të thonë konkurenca në kategorinë e dytë është rrit shumë. Ekipet kanë qenë, por edhe janë forcu, domethënë normalisht është krejt normale kjo pjesë. Ka një avantazh të vogël sepse ky vit nuk do të jetë vetëm vendi i parë që do të ngjitet direkt, por do të jenë dy vendet e para që do të ngjiten direkt. Por gjithsesi grupi është shumë i fortë dhe gjitha skuadrat po investojnë, pothuajse gjitha skuadrat po investojnë edhe do të jetë gara e fortë. Edhe diçka tjetër sa i takon fushës, seanca e parë servitore këtu në kompleksin sportiv Zmijani. Edhe ndeshjet zyrtare do të zhvillojë Basanja këtu? Do të thonë seancat servitore do të zhvillohen jo vetëm ditën e parë, por në VMC këtu te kompleksi sportiv Zmijani dhe le ta shohim deri në fillimin e sezonit, nëse do të gjejmë ndonjë zgjidhje më të mirë për pjesën e ndeshjeve, por me shumë mundësi edhe ndeshjet do të zhvillohen këtu. Ka një mesazh do të shihemi për tifozërinë bushatëse, apo edhe me gjërë? Ndihemi keq ardhën që skuadra e Basanjas largohet nga Bushati fiks dhe vetëm për sportdarësit e zonës Bushatit. Bushati ka shumë sportdarës dhe një për arsyeve që më ka motivu shumë për me financu këtë klub kanë qenë ata sportdarës, domethënë që e kanë mbështetur këtë skuadër që nga dita e parë edhe deri më sot dhe më vjen shumë keq që largohemi nga sportdarësit, sepse futbolli në fundit për sportdarësit luhet dhe më vjen shumë keq për këtë pjesë, domethënë që detyrohemi të largohemi nga fusha e Basanjas, sepse nuk na krijon mundësinë edhe do të jemi më larg sportdarësit dhe këtë do ta ndihmë këtë mungesë. Shpresoj që ata të gjejnë forcën dhe mundësinë dhe të na mbështesin edhe pse në distancë. Edhe diçka tjetër ndoshta krejt e fundit në lidhje me merkaton, ka një projekt Basanja në vazhdim për ndonjë emër big, mund themi? Sot është vetëm dita e parë e fillimit të stërvitjes dhe unë besoj shumë që do të kemi afrime dhe do të kemi ndryshime deri në fillimin e kampionatit dhe besoj që skuadra do të jetë shumë kompetitive. Suksese, zoti president. Suksese. Faleminderit dhe ju jam shumë falënderues të gjithëve juve dhe që edhe medias, domethënë që na mbështetni vazhdimisht. Shumë faleminderit edhe juve.